Dhe ata e di mirë shumë që unë i kam ndihmuar. Dhe ata e di mirë shumë që unë i kam ndihmuar. I kam ndihmuar. Unë kam bërë, ne kemi mbratu ligjin. Këto ditë kanë qarkulluar në media një deklarat të ish kryetarit të shoqatës LGBT-s, se Berisha nga ka ndihmuar. Absolutisht me ndërgjegje, me vendosmërinë më të madhe i kam ndihmuar. Ligji kërkon që, ndër të tjera, barën e provës ta ketë i akuzuri dhe jo akuzuesi. Në qoftë se ka një nen që shërben si neni i luftës së të gjithëve kundra të gjithëve, dhe ky është parimi i ekstremit marksist, i doktrinës, çdo njeri që nuk i pëlqen këtij apo atij apo këtij, mjafton të nxisë një punojës apo dikë që të thotë se më diskriminoj, dhe ky tani do të provojë se nuk e ka diskriminuar. Kjo është përmbysje. Përveç saj, siç keni lexuar, që keni dëgjuar, është shkatrimtar për sistemin arsimor. Faktikisht ja u merr fëmijët prindërve nga fuqia edukuese e tyre. Vendos censurën dhe të dashur miq, ne duhet jemi shumë të shqetësuar se një stin censure që filloi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që është përhapur dhe në Europë, është absolutisht një rrezik madhor për demokracinë kudo që ndodhet. Në Departamentin e Shtetit u krijuë njësia anticensur. Erdhën dhe e krijuan dhe në Shqipëri, në Ministrinë e Jashtme, në vizitën e tij zoti Blinken, të vetmen marrëveshje përveç se tu thoshte shqiptarëve që Edi Rama është një udhëheqës i jashtëzakonshëm, ishte firmosja e ngritjes së drejtorisë së censurës dhe pastaj krijimi i komisionit të censurës në parlament. Çfarë tregoi hetimi që bëri Kongresi Amerikan? Çfarë tregoi? Hetimi që bëri Kongresi Amerikan tregoi se këto njësi, këto merreshin me censurën as të rusëve, as të kinezëve, por thjesht të kundërshtarëve, të gazetarëve konservator, të televizioneve, të portaleve konservatore. Kjo u faktuar. Ky ligj ka nen e censurës. Do të flas urata për Adamin dhe Evën, apo Mullaj Hoxha për Ademin dhe Aishën, apo Ivën. Ata i thonë jo, dënohesh. Nuk është kjo origjina. Është tjetër. Pra, kanë vendosur ligjin e censurës, gazetari. Se gazetarët nuk e kuptuan, nuk e kanë lexuar ligjin. Kanë kthyer nenin e censurës. Tani, miqtë e mi, disa çështje janë çështje tërgjegjes.
Martin Luteri u bë, ishte një prift i thjesht, por u bë njeriu noftanor më të pavdekshëm në gjitha kohrave. Jo për tezat e reformimit, në atë sa teza që i gozhdoj tek dera e kishës, por për qëndrimin para konklavit. Konklavi do të hidhte në turn e druve. Dhe ai u tha, kam shkruar vetëm ato që bukur nga ndërgjegja ime dhe nuk ndryshoj asgjë. Çfarë duhet të them me këtë? Nuk mund të ndryshoj njeriu bindjet e tij, as fetare, as morale që ka. Nuk kemi bindje diskriminuese ne. Këto ditë kanë qarkulluar në media një deklarat të ish kryetarit të shoqatës LGBT-s, se Berisha na ka ndihmuar. Absolutisht me ndërgjegje, me vendospërinë më të madhe i kam ndihmuar, sepse jam kundër çdo diskriminimi. Po kjo nuk do të thotë fusim kazmën. Dhe ata e di mirë shumë që unë i kam ndihmuar. Dhe ata e di mirë shumë që unë i kam ndihmuar. Kam ndihmuar. I kam unë. Unë kam bërë, ne kemi mbrojtur ligjin. Por dhe kam qëndruar kundër diskriminimit, dhe qëndroj kundër diskriminimit. Dhe jemi shumë të vendosur. Po jo në këtë mënyrë. 21 vende, ta dini ju lutem, 21 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë kaluar këtë ligj. Prisni. Të themi se kjo është politik, mirë, po e ka hedhur poshtë ligjin gjykata kushtetuese franceze. E ka hedhur poshtë. E hodhi poshtë, jo ligjin, se shkoj ligji, po shkoj ky koncept, gjykata supreme amerikane. Dhe vetë gjykata europiane e drejtësisë e Luksemburgut, jo e asaj, thot se problemi gjinist, çështja gjinist nuk buron nga e drejta europiane. Nuk buron nga e drejta e bashkimit, nga e drejta e bashkimit, fjalë për fjalë. Atëherë, pse mirë ti ke bërë këtë ligj, po pse përjashton debatin nga ky ligj? Si e përjashton debatin nga ky ligj? Dhe pastaj merr dhe monton një seri mekanizmash për të sulmuar opozitën. Ja u them këtu. Edhe një herë shembullin e Martin Luterit. Njeriu për ato që i ka ndërgjegje, ato i mbrojnë dhe do t'i mbrojë gjithë jetën, pa asnjë lloj hezitimi. Sikundër nuk i them atij mos mbroj ato që mendon tjetrit. Çfarë ka këtu? Dhe nëse këta nuk po kryenin këto që themi ne me këtë ligj, do ta debatonin. Do na thonin ne, jo, s'është censura. Po se është censura. Po kush ai që mund pranojë censurën? Si mund pranojmë censurën? Miq, një gjykatës amerikan e kishte paditur qeveria, qeveria e president Trump, i tha, kushtetuta është për të mbrojtur urrëtitjen. Se ishte paditur që ka shprehur urrëtitje. Kushtetuta është për të mbrojtur urrëtitjen, zotërit. Pra, duhet të ndiqoj ata që janë gardian të drejtave të ligjeve. Por këta e mbyllën në mënyrën më të turpshme, nuk lejohet diskutimin, krijuan atë që u interesonte, unë s'merrem me ta fare. Natyrisht, me të drejtat e opozitës, ne nuk mund të pajtohemi kur me këtë dhunim që i bëhet.